Tani unë mora fjalë e mora vargun, mora qarkun me i thur kang bash legendarit t'i këndojmë. Si do t'i këndojmë? Adem Jasharit. Si do t'i këndojmë? Ta them si shpejt, se ndoshta pe pyetjes e di që mund më zgjat tepër. Për këngëve që e kam pas ndoshta më vështirë për me shkruar ka qenë kënga për Adem Jasharin. Edhe pse kam pas shumë njohuri. Se edhe në familjen e Jasharit, domethënë kam qenë shumë herë. I duaj, respektoj ishma, i prej Bastës Rifatit, gjithë. Po e kam pas problem shumë, se ka pas shumë këngë të mira, prej këngës që e përmend, mora fjalë, shumë këngë tjera, domethënë për Ademin. Je mundu me qitë diçka që jo tjerë ndoshta se kam përdor, çka do qoftë që ka qenë, kështu që e kam pas edhe përgjegjësia e madhe, kuptohet, po edhe prej shumë këngëve u mendojsha mos më ngjasu me asnjë tjetër. Kështu që Adem Jashari sa që i këndojmë asnjëherë nuk është boll.